Dasht e pa dasht, çdo njani prej nesh është një mister. Një mister i madh, i cili kuptohet vetëm në Zotin, e shpjegohet vetëm për ti e gjen kuptim vetëm në te. Prandaj jeta e çdo kujt do të më pa me një këtë sy. Jo si diçka që lind prej asgjas, jo si diçka që vjen prej asgjas e prej askundit, por është e shkaktuar prej dikuj. Kena me përmush një mision. E misioni jonë është me ditë me jetu të kanonit ton unik të veçantet pa përsëritshëm në gjithçka. Askush nuk guxon me na vu një epitet, një emër ose diçka tjetër, përveç atij ose asaj gjaje që me të vërtet është nisë për Zotin. E planin e vullnetin e tij nuk mundet me shkatru kërkush. Gjon pagzuesi është një shaj e tillë, një dëshmi e tillë, e një vërtetim i tillë. Vazhdo pra, e banu kështu, e i kështu, mundohu me përçu dashninë e Zotit e forcën e tij, e me i çu tjerë tek ai, sepse për këtë gjë e bë.